Me mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Aromë Shkodër, kënaqësi shumë e madhe për ne që jo vetëm takohemi sonte, por në të gjitha takimet që kemi realizuar që nga fillimi në janar të 2025 dhe dikush do thot po pse nuk ka kaluar një vit ashtu siç është tradicionalisht që të kemi një mbyllje. Në fakt është mbyllje e sezonit, pasi gjithë vëmendja do të përqendrohet tek sezoni turistik. Dhe emisioni Pushosh Shqiptarçe do i zëvendësoj këto puntata me të tjera tema dhe materiale. Megjithatë, duket sikur kemi zgjedhur një urë kalimi shumë të mirë nga emisioni Aromë Shkodër në emisionin Pushosh Shqiptarçe. Kuptohet që kjo ura e kalimit janë peizazhi, malet, fushat, çdo gjë e bukur, natyra që na rrethon dhe lumai që ja di vlerën edhe i qepet pas natyrës, sidomos malit. Për disa mali konsiderohet shumë i vështirë, shumë më mirë nga xhami një makine, unë të kaloj sidomos aty në brigje, pastaj në leqet e hotit i shikoj dhe aq, po është tjetër emocion të ngjitesh deri në majtë të tyre dhe të ndjesh se ke fituar një sfidë shumë të madhe me veten dhe me të tjerët. Në fakt, kush i bëjnë këto? Njerëzit e apasionuar, njerëzit që ka një dallim shumë të dukshëm nga ne të tjerët, jo në paraqitjen e tyre, sesa në atë që ka në shpirt. Ka një shpirt shumë të mbushur, janë shumë pasionat, janë shumë moskokçaras kur vjen puna për të hyrë në rregullat e shoqërison që e mbajnë nganjëherë njeriu peng të tyre, dhe thellë ata e kanë kuptuar se çdo të thotë ndjenja e lirisë. Tani me siguri të gjithë po prisni gjithë ato tipare që thashun kush i ka, cili shok do të jetë. Jo, më nuk është fare shok. Është shoqe, është një mike shumë e nderuar që në fakt kur kemi pasur një transmetim tonin para një viti në emisionin Aromë Shkodër erdhi për tjetër temë. Pra çfarë arome ka Shkodra, diçka e tillë, apo për gratë, se si duhet kujdesen për paraqitjen e tyre dhe për pasionet e tyre, por kësaj radhe emisioni dedikohet totalisht asaj dhe pasionit që ajo tregon gjatë ngjitjeve malore. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe Fatjola Matia. Faleminderit shumë për ftesën. Jam e nderuar që ritakohemi, ashtu siç jam tepër e lumtur që mund të flasim për një nga pasionet më të bukura që më përmbush shpirtin. Faleminderit shumë. Shumë kënaqësi për ne që të kemi në studio, edhe në fakt mezi po prisnim që ti të kthehesh nga udhimi më i fundit në Japoni. Ka qenë po, faleminderit edhe për prezantimin shumë të vyer. Emocionohem jashtëzakonisht shumë, por edhe lumturohem që unë kam zgjell këtë formë jetese, por paralelisht edhe liria. Udhimi jam i fundit është në Japoni, nëpërmjet kulturës tradicionales, por ashtu siç edhe thekëm, arsyeja kryesore ishte mali Fuji, një ekspeditë e jashtëzakonshme që me thënë drejtën ka lënë shumë mbresa në kujtesën, memorien teme. Okej, ne do flasim për këtë, tani i ke bërë gjithë konfuz. Dikush nga ekrani po të shikon dhe thotë, "Ua, dentistja ime." Sepse e lidhe me profesionin tënd. Disa të tjerë që ndoshta nuk kanë ardhur pikërisht tek ju si dentiste për t'rregulluar dhëmbët e tyre, po mendojnë është studente, jeton në Japoni, se ne jemi shumë gati nxjerrim konkluzione. Fatjola banon në Shkodër. Po, nuk po themi lagjen, nuk po themi pallatin dhe shkallën. Po banon në Shkodër. Gjithmonë ke banuar në Shkodër dhe nuk ke bërë një jetë ndar midis Shkodrës dhe Europës. Unë kam jetu, me thënë drejtën, periudhën e shkollës ka kenë në Tiranë, pra dhe me thënë bas studimeve, unë kam zgjell, ose ndoshta vetë fati vendosi për mua, edhe u ktheva në Shkodër, edhe kthimi në Shkodër, me thënë drejtën, ka kenë një emocion shumë i bukur, dhe sot që e mendoj që jam njët, them që mund këtë kenë ndër fatet më të bukura, edhe më të realizuara deri më sot. Tutje në kohë, paralelisht me jetesën Shkodër, erdhi edhe mundësia e investimit. Unë u ktheva në vendin Velipoj ku kam le, edhe vendosa me klinikën teme, me hap atje ose me fillu biznesin tem atje. Në një kohë kur gjithë trit kanë emigru ose po emigrojnë, unë kam vendos me zhvillu pasionin edhe punën teme. Sa bukur. Pra ti u plotsove profesionalisht. Profesionalisht. Erdhe në Velipoj, pa ta bërë syri tërë, si e përdorim ne si shprehje, ti hape biznesin tënd atje, nuk u friksove a do të kem klientel apo jo, përkundërzi, klientelën tashmë e ke,
Faleminderit Zotit. Ka nga Shkodra që vinë në Velipoj? Ka, se nga i herë nga lidhemi Shkodra. emocionalisht e dua dhe kemi besim vetëm te kjo dentiste, pra ka dhe nga Shkodra që vinë deri në Velipoj. Me thënë drejten, tash jam akoma më emocionume se sa pasione që unë zotroj, sepse me thënë të drejten, pasioni i dentistrisë është pasioni më i madh dhe dëshira më madhe dhe misioni më i bukur që unë kam në jetë. Pra dhe me thonë, aty është të starti çdo gjëje. Ajo më përmbush, ajo më jep vizion, ajo më jep forca për me vazhdu për paran. Okej. Pra ne edhe me këtë profesion, siç u bë qëllimi i jetës tënde dhe krijojmë edhe një mirëqenie për të cilën ti je ok, pa të ndryshe. Faleminderit Zotit, po, faleminderit Zotit, shkon mirë, jam e kënaqur. Bukur, tani po kalojmë tek ajo që kemi më shumë interes dhe që duam të ngacmojmë pak. Në momentin që ne plotësohemi dhe ka shumë njerëz që ja dedikojnë gjithë jetën të njëjtit profesion, bazojnë të gjithë aty, ndërkohë që jeta duhet konceptuar, që duhet shpenzuar në disa drejtime, ku, nga ana profesionale si dentiste je mirë, e realizuar, arriti qëllimin tënd, gjërat po shkojnë mbar, por ke lënë hapësirë të mjaftueshme, goxha të mjaftueshme dhe jo si ne që themi presim gushtin të bëjmë ca pushime, por jo. Ti bën një jetë organizuar, sistematike dhe një lidhje shumë të fortë me natyrën. Për të krijuar një ide se si është ky itinerar që ti zgjedh, këto ditë janë të punës dhe këto ditë janë të udhëtimeve, më krijo një ide dhe mua dhe teleshikuesve për këtë itinerar. Është e vërtet, siç thot edhe ju, do të thonë njeriu ka, do të thonë, puna që ne bëjmë, me thonë të drejtën, ka ngarkesë jo vetëm emocionale, sepse të punosh besoj me pacientët ose të punosh me njerëzit, pra në mënyrë të vazhdueshme ose në kontakt të drejt për drejt, sigurisht është sa pasionante, por dhe e lodhshme, patjetër. Vetë pozicioni dentistit dihet, do të thonë, që sjell konsumime jo vetëm në aspektin fizik, por edhe mendor. Nisur nga kjo, një mundësi krejt e mirë për mu, që ma përpara unë jam marrë me stërvitje, pra vetëm në palestër, por që e kuptova dhe më thënë që edhe kjo ishte një formë, le të themi, shumë e kufizume, që gjithë të stresin ose lodhjen, ose mos rahatin shpirtërore që ne mund të krijonim ose mund të akumulonim gjatë javës, ishte shumë e vështirë me e kalu vetëm nëpërmjet sportit ose vetëm nëpërmjet trajnimit. Unë pjesën e malit e kam gjetë rastësisht, me thënë të drejtën, dhe kuptova në momentin e parë që kjo është, ose kjo bën për ty, ose kjo të vetë përmbush, dhe me thënë të drejtën, është si të bësh një zbulim shumë të madh me veten tënde. Pastaj, ndarja kohës, sigurisht që java, sepse shumë pyesin, si ja del, si ke kohë, dhe unë kam arrit me kuptu që kur njeriu vërtet është organizativ edhe don diçka, patjetër që din me do orarin e punës, për mu orari punës është i shej, do t'jetë nga hona në të premte, ndonjëherë dhe të shtunave, patjetër me deri mbas dite ose me orare të zgjatura, dhe fundjavas pjesa tjetër e diela sigurisht do jetë i dedikuar malit ose ecjes në natyrë. Pra nuk je, në pjesë e asaj manie që kanë disa persona, sidomos dentistët, që dhe të dielën, se njerëzit janë pushim, do ke më shumë klientel. Pra ti vë kufi javës tënde që thua nga hëna ditë të premte unë jam në punë, të shtunë e të dielë është pasionim. Patjetër, unë kam arrit me kuptu që njeriu duhet jetë i ndarë me sasaj që bën dhe me sasaj që don. Dhe sigurisht ajo që don është një spuntë shumë e madhe rikuperimi, edhe shumë e madhe të rikrijuarit në mënyrë që ti të kthehesh sa më i fuqishëm edhe sa më produktiv. Po, nikon, normalisht edhe te hëna si do e fillosh, shen e verë, e busjeshur para fytyrës pacientit. Unë kam një humor time dhe them në momentin që ne shkojmë të djelave në mal dhe kthehemi, ndonjëherë të djelat në mal janë të te zgjatura, sepse ka ekspedita ose ka ecje, që ne ecjen ose ditën e nisim në orën 4 të mëngjesit, sa duhet t'i ikim për shembull që të zëm grupin, të zëm guidën, të kryjmë malin, të kryjmë ato metrat, po të kthehemi edhe në Shkodër
mbaj mend kam historinë teme të ecjes, dita që ka nis 3 mëngjesit edhe kam marrun 3 të mëngjesit pasardhës, por që e gjithë kjo energji, do më thënë, shpesher ju them pacientëve të mi ose miqve të mi, që më mban deri të ejten mas dite fillon e bjen, dhe unë duhet të rikuperohem për, do më thënë, për fundjavë që të marrë dozën e energjisë. Sepse është nxitja shpirtërore, dhe ajo i vë njerëzit në lëvizje, ju jep energji dhe gjatë përditshmërisë së tyre. Si funksionon mënyra organizimit para se të kalojmë tek çdo të thotë ngjitesh në mal, lodhja që është gjithë aty na shkon mendja së pari. Si i krijon kontaktet Fatjola? Tashmë me thonë drejtën, duken se mu bë pak kohë që eci dhe sa u bë, afërsisht, krijojmë një ide, sa kohë që bën këtë jetë? 6 vite, që je qepur maleve. Që jam qep maleve dhe sfundme, faleminderit Zotit, sfidat janë shtu edhe ma shumë, metrat janë shtu edhe më tepër. Guxoj me thonë që ndoshta sillemi më profesionalisht, sepse më përpara ishim amator, vazhdojmë patjetër të jemi amator. Dhe sigurisht nga mali në mal, kontaktet janë kriju. Unë kam një grup njerëzish që pëlqej për të ndjekur, duken se janë me të vërtet profesionist dhe janë të apasionum dhe të japin dhe një çështje sigurie, të cilët ndoshta do na duhen 2-3 emisionet flasim për këto gjëra në mal, por që më pëlqen t'ju bashkëngjitëm, duke qenë se me të vërtet ofrojnë ngjitje malore të mira, që çdo alpinist, me thonë të drejten, do i ëndronte dhe do i dëshironte me i ba. Afërsisht profesionet e tyre bashkohen me profesionin tënë? Keni pika takimi në këto gjëra? Çuditërisht kam shumë miq, mjek stomatolog që janë, Vërtet? Po, që janë, do me thënë, janë të apasionuar pas ngjitjeve malore. Çfarë profesione tjera ka? Janë kryesisht, po, do me thënë janë, unë besoj dhe kam arrit me kuptu që në përgjithësi ato që janë, që preferojnë të tërhiqen, pra të me thënë sepse unë them do njëherë malisht dhe tërheqje shpirtërore, pra një formë escape, pra të me thënë, janë profesione që në mënyrë të drejt për drejt, ashtu si që thash në fillim, kanë kontakte me njerëzit. Pra janë profesionet e mjekësisë, dhe me thënë, kam shumë mjek stomatolog që bajnë ngjitje malore, po janë kryesisht edhe profesionet të tjera që mbartin me vete një formë të moderume të stresit emocional, po temi. Këta njerëz me angazhime familjare, do me thonë, ka të bëjë shumë kjo, se nuk doja ta pyesja që në fillim këtë gjë, çfarë statusi kanë këta personat? Do me thonë, e kam fjalën te koha e lirë, telefoni që ju bie, sot duhet kthejmë sepse djalin duhet ta çojë në stërvitje, vajzën duhet ta çojë këtu. Do me thonë, janë njerëz me këto lloj arsye që i diskutojnë apo jo? Unë nuk mund t'i kategorizoj, sepse me thonë të drejtën në mal kemi të gjithë grup moshat, pra dhe me thonë të gjithë kategorit, qofshin ato që janë më të lirë nga përgjegjësit familjare, mund e me thonë, por dhe sfundmi, që ka mu personalisht dhe me thonë pëlqen, edhe kam pa dhe është një numër që po rritet dita ditës, janë prindrit që janë të shoqënum me fëmijët e tyre. Pra do të thonë me fëmijë adoleshent. E kanë kaluar pasionin tek fëmijët e tyre. E kanë kalu pasionin tek fëmijët dhe unë mendoj që është edhe një formë shumë e bukur edukimi. Në këto të ri që tashmë kemi ato ndryshimet, le të themi. Po për hir të së vërtetës, mos ndoshta ky lloj pasioni kërkon njerëz pa impenjim. Që mos ta vuaj atë orarin e vonë të kthimit, pra të jemi pak më të lirë. Tani ky pasion, me thonë të drejten, që t'jemi shumë realist, do njerëz pak të krisur. Se sa më shumë tek çështja e angazhimeve, statuseve pra do pak të krisur, sepse janë, si që thash, është sigurisht dhe me thonë arratisja në mal, është doza e përjafshme, që ti ke dëshirë dhe të duhet, sepse është forma më e mirë që njeriu merr atë energjinë të bëjë një mal, dhe me thonë ndjej një vetëkënaqësi, një përmbushje, një lodhje, por edhe një ditë ndryshe, sepse ne thamë pak më parë
që do të thonë jemi gjithkohën alert kur bjen edhe kur nuk bjen telefoni, dhe unë bile se jap edhe si këshill për gjithë njerëzit që ndonjëherë ka nevojë që atë moodin me çu në flight mood, do të thonë është thjesht një shkputje në mal dhe një vetë dedikim, por dhe një vetë lidhje me natyrën. Shiko, në këtë ngjitje malore njerëzit gjithmonë kanë nxjerrën të lodhem, të ngjitem aq lart, po pse lodhesh? Domethënë janë kështu që pyesin vazhdimisht. Tani lodhja dhe kënaqësia si qëndrojnë afër në këtë lloj pasioni? Me thonë të drejtën, lodhja dhe kënaqësia është një pikë ose domethënë një shime floku i ndan, pra një fije holl peri i ndan, sigurisht. Unë kam arrit me kuptu që sa më shumë, sa më e madhe është lodhja, aq më tepër është më madhe jo kënaqësia, por vetë kënaqësia. Unë mundem me fol për ngjitjen e fundit që bana, mundem me thënë që ndër të gjithë ngjitjet që unë kam bërë, kjo është me të vërtet një ngjitje e mirëfillt alpinistike, duke qenë se kishim të gjithë pajisjet e nevojshme, çka duhen përdorur në kushte të tilla terreni. Dhe mundem me thënë metrat e fundit, çka ishte edhe një risi për mua, me thënë të drejtën. Jo, mos sa thuaj të fundit, po nga fillimi. Atëherë, kjo ndodhi këto ditët e fundit, domethënë që ti kesh grupi përbëhej nga të tjerë alpinistë, le të themi të nivelit profesionist, për të ngjitur në një lartësi deri në 3000 metra. E kalon 3776, 3800 metër mbi nivel deti. 3800 metër. Po. I di e vështirësitë, rreziqet, ju bë një përshkrim atje ku do shkoni, e more përsipër apo e kishe më dyshje që në fillim para se ta bëja? Me thënë të drejtën malin Fuji, kam pas gjithmonë ëndër që ta ngjisja dhe është një fakt shumë interesant, sepse në momentin që po flitej e gjithë pjesa organizative, në një moment dhe do doja shumë ta përshëndesja Toka Expedition, Adriatik Gacaferi, Adriatiku është... A ka qenë, e kemi pas në emision në një intervistë para shumë vitesh, e kemi marrë një intervistë në fshatin Vuthaj, të Gucis. Pra, ju ka udhëhequr ai në këtë udhëzim? Po, bashkë me Arjanit Fmulen, që e përshëndes Arjanitin, sepse janë me të vërtet djem vizionar dhe djem të talentuar, dhe unë jam shumë e lumtur që jemi në këtë fazë që bashkë me këtë zhvillimin, me këtë boomin turistik, të kemi edhe guida udhërrëfyes malor të mirëfillt dhe kaq të mirë. Kanë fituar edhe eksperiencë, sepse kanë vite që e bëjnë këtë gjë. Me një përgjegjësi shumë të madhe, me një përgjegjësi shumë të madhe, me një dedikim shumë të madh dhe me një profesionalizëm shumë të madh. Grupi sa persona kishte? Ne ishim pak a shumë 17-18. Sa përqind ishin femra? Më fal se po t'i bëj pyetje kështu tak, se duam të dim shumë gjëra. Po, kemi qenë ndoshta, domethënë goca që e bën majen, mund të kemi qenë 4 goca nga 18 në total, por që ishte, domethënë, një ekspeditë e ndarë... Atje grupi ishte 17 veta që përfunduat në maj, sepse ishte shumë i madh më përpara. Ishte më i madh më përpara, ndërsa që përfunduam në maj, mos kam, nëse nuk gabohem, sepse ndoshta për shkak të ritmit unë e bëra pak, domethënë, më shpejt pjesën e ekspeditës ose të ecjes që ne po bënim, por mund kemi qenë diku tek 10-11 persona që është arritur maja. Kishe dyshime gjatë ecjes sepse është kjo lodhja, stopimi, njëherë malorja shumë, pjerësia shumë e madhe, fuqia fizike, nevoja për të ushqyer, çokoladata kishe me vetë? Me thënë të drejtën, këtë herë nuk ishin problem çokoladat, këtë herë ishin problem metrat e tepërt, sepse si çdoja ta nisja që në fillim. Mali Fuji ka një karakteristik sepse mali duhet bëhet, pra rregullat ose le të themi legjislatura japoneze është shumë e saktë dhe shumë e prerë dhe në përgjithësi koha që mund të bëhet ngjitja në malin Fuji duhet të jetë fillim korriku dhe fund ose mes shtatori. Pjesa tjetër konsiderohet një ecje jashtë sezoni, në të cilat kushtet klimaterike dhe terreni janë goxha të vështira, duke bërë le të themi jo favorit dhe jo të pëlqyeshëm dhe jo të këshillueshëm për ecje malore. Pra ju zgjodh pikërisht këtë. Kjo ishte sfidë me vete. Po, sfidë me vete. Sigurisht që në fillim rreziku ishte shumë i madh, sepse nuk për çdo lloj incidenti që mund të ndodhte,
forcat, le të themi, ndërhyrja e shpejt malore, ose forcat e kërkimit malor nuk do ndërhynin, ose ndërhyrja do ishte shumë e vonë. Pra, dhe më thonë, kështë një rrezik që nena ishte thënë dhe ishim në dieni. Ishte problemi parë. Problemi dytë ishte gjithmonë duke qenë se është në kohë, le themi, jashtë sezoni dhe ka një karakteristikë shumë të bukur, duke qenë se Japonia, me sa kam informacion, është vendi i parë në botë që përqafohet nga lindja e diellit. Shumë ngjitës preferojnë që ngjitjen ta nisin shumë herët në mëngjes, në orën 1 ose 2 të mëngjesit, për të arritur lindjen e diellit në një farë lartësie, sepse me të vërtet panorama është spektakolare, por që nena ndolli që kjo pjesë të ishte e blokuar, pasi fillimi shtegut do blokoheshe, duke qenë se, siç tham, kushtet edhe era ishin të vështira, dhe ekzistonte një mundësi që ne, domethënë, nga 1500 metër disnivel që do bënim, mund të bëheshe 2500 metër disnivel. Pra, domethënë, ishin këto, le të themi, stepje të vogla që deri diku e venin rrezikshmëri edhe pjesën e ecjes së ngjitjes që do bënim. Patët në një moment që edhe mund të anulloni për shkak të kushteve jashtë sezonit dhe thatë mos rrezikojmë më mirë të kthehemi? Ne deri dhe bilës është një fakt që ne kemi nisur ecjen 4 të mëngjesit, kemi shkuar tek shtegu ka qenë i mbyllur dhe jemi kthyer sërish në hotel për ta vazhduar në orën 8 mëngjesit. Dhe shumë, domethënë, u bë dhe një humor. Të krijojmë një ide, i mbyllur nga se? Nga komuna e vendit, pra nga rregullat e qytetit që bëheshin për ndalimin e turistëve. Që ndalonin dhe vendosin orare? Pra, është patjetër, sepse, domethënë, gjithë qyteti ishte organizuar që të kishte një rregullshmëri, le të themi, të prerë për të gjithë ngjitësit që do bënin malin Fuji. Pra, në momentin që ne kemi hik, ne kemi parë një postoblok të Mirfield me zotrin, me rojën që... Po dhe ju ka thënë nuk do kaloni tani, do kaloni më vonë. Që nuk duhet kaluar, shtegu hapet në orën 8. Për shkak të kushteve, pra jashtë sezonit. Po, për shkak të kushteve jashtë. Pra nga person kjo ishte në të mirën tuaj, po ta mendosh, në të mirën e të gjithë... Ata kanë kontrol mbi vendin dhe ju ishit të panjohur që vinit në atë vend. Po, do me thënë për të gjithë ngjitësit që vendosin me ba malin Fuji, duke qenë se herë mbas here ka pas incidente. Po, që të bësh 3800 metra, shtegu është shumë i gjatë apo shumë i pjerët? Kush është më shumë i evidentuar, gjatësia apo pjerësia? Tashti, tuken se ne e kemi bërë mune me folë për pjesën që ndoshta ishte pak më vështirë, pra dhe me thënë jashtë sezonit, më vështira ishin kushtet, si që thash, klimaterike, sepse ne nga kemi nisur ngjitje në nivelin 2400 metër dhe që aty ne kemi vendosur kthejtrat dhe kazmën, pra duke e bërë shumë të vështirë, sepse ecja në kthetra, sigurisht dhe më thonë, është një ndimes shumë e madhe dhe të gjitha ngjitjet dimrore duhet bëhen me kthetra, kur terreni është me akull dhe ngrica, por çka bën shumë të vështirë për ngjitsin, për ecjen, për përfunduar ngjitjen. Pra Fatjola, ke marrë këtë eksperiencën e përdorimit të këtyre mjeteve, tashmë kemi një Fatjol profesioniste, alpiniste. Nuk guxoj me thonë profesioniste, por me një Fatjol që ka bë disa ecje të mirëfillta alpinistike dhe që fati e shoqëron me këto eksperiencat më të plota, sepse në qoftë se herë të tjera në Alpe, unë kam bërë segmente ku më është dashur të përdor kthetra 100 apo 200 metra, këtu kishim një Fatjol, po, dhe një grup të Toka Expedition, që përdorte kthetra të gjithë nivelin pra të 1400 metrëve. Oke. Fatjola, shiko, ne i jetojmë në zonat urbane, po e fuz vetën të ne, se dhe unë nga njëherë përpiqem dhe unë do një gjiti malore, nuk kam standardet që keti. Por përpiqem. Nga njëherë ndihemi rob të zonës urbane. Shumë herë.
Dhe unë duhet të di, çfarë ndjesi e ke kur kupton që njeriu mund të ngjisë këto maja dhe 3800 metra. Pra kur je, si ndihesh në vlerën tënde njerëzore kur je në maja të tilla? Me thënë të drejtën, veçoj majën e fundit, sepse edhe për mua ishte një risi, 3800 metër, nuk janë shumë, por nuk janë pak, që ti me bën një balans. Më kanë pyetur shumë njerëz dhe unë kam thënë që ky mal ka qenë një mal bilancesh, ku jam dhe çfarë dua të bëj. Për sa i përket Robert jetës urbane, patjetër dhe unë që mundohem herë mbas here të bëj këto shkputjet e mia, e gjej vedin rob të tillë, nëse mundem me thënë, sepse mali është vetëm të dielave dhe gjithë java do jetë makinë, nga makina në punë, nga puna në makinë, kështu që të gjithë ndikohemi disi. Por unë them që vështirësia më e madhe që njerëzit hasin nuk janë malet, nuk janë detrat, ne po flasim për male, por kemi plot sportistë që kanë bërë gjëra akoma më të, le të themi, më të pa imagjinueshme. Kisha arrit me thënë që vështirësia më e madhe është në mendje dhe kur njeriu arrin që të superoj frikën e mendjes, patjetër shpirti është një forcë e madhe dhe ka me triumfu gjithsesi. Është vërtet. Më ndodh shpesh që kur ndodhem në majë të ndonjë mali, të më duken probleme që kam lënë këtu mikroskopike. Dhe kjo është një nga gjërat pse unë dua të jem në majë të një mali, që ajo që më ka shqetësuar në përditshmërinë time më duket kaq e vogël dhe pa e rëndësishme kur jam majë të një mali. Sepse krijon një raport tjetër me atë që të rrethon dhe kjo gjë të ndihmon për të qetësuar shpirtin. Është një shprehje shumë e bukur që unë e gjej dhe jo vetëm e gjej, por edhe kam asimilu në jetën time dhe thotë që sa më lart të ngjitesh, aq më e bukur do bëhet pamja. Ne ndonjëherë, ndoshta po e lidhi pak me këtë rondomërinë pa dashme përdor si fjalë, si konotacion, ne e gjejmë vedin të lidhur shpesh herë me gjërat, le të themi, jo të bukura të jetës së përditshme dhe vrulli atyre problemeve na rrëmben. Kur jemi poshtë, ne nuk mund të shohim sa bukur edhe sa jeshil është një pyll që është në harlisjen më të plotë të tij. Sidomos tani? Që është, ose si që thash, unë përmenda një fakt, do të thënë, në ngjitjet fillonin shumë herët për me pa këtë solemnitetin e lindjes së diellit. Pra, mali është mali, sporti në përgjithësi, por duken se unë merrem me pjesën e alpinizmit, ndoshta e shoh pak më afër zemrës. Pra, nëse të gjithë nga ne synojnë edhe ja prishin pak rehatin vedit, është shumë e bukur, thot zona juaj e komfortit, ka me jo vra, dhe ne duhet pak a shumë me hik nga jo zona komfortit, mu lodh pak, ku ti nuk e kupton që të bëjmë një përmbledhje, a është lodhje apo është kënaqësi, herën e fundit më desh mu zbërthy elmetën, më zbërthy çantën, sepse me zimbushisha me frym, edhe tu i thanë vedi që a duhet bërë kjo, ose a duhet kjo gjë në jetën tënde, edhe në momentin kur ti je në maje, kujton të gjitha ato, le të themi, premtime që ti ke lanë vedit, të falat ose përshëndetjet, para përshëndetjet që të kishin bë para malit, dhe është një moment delirimi, momente lumturie, sepse në këtë jetë nuk kemi lumturi, ka pika lumturie. Ma rezaurove një pyetje, se sa të thoja. A mendon se e ke zbuluar sekretin e lumturisë dhe të vjen shumë çudi që pse se ka kuptuar dhe të tjerë, këtu është lumturia, te natyra dhe te gjërat të tilla që bëjmë. Dhe ja kujton vedi që jemi këtu në maje dhe të shijojmë këto momentet e lumturisë, këto momentet e bukurisë, e delirit që krijuesi nuk i ka lënë, nuk është kursyer në gjithësi, çka ka kriju, është fantastike. Është vërtet. Të kupton njerëzit? Sepse shoh që ka disa komentues, një pjesë, për shembull, teksa po shikoja fotot e fundit që ke bërë, një pjesë po shikoja komentuesit, janë ata që janë të lidhur me natyrën dhe të kuptojnë, por jo të gjithë.
sepse kjo gjë më ndodhe mua dhe prandaj po ta bëj këtë pyetje. Si përgjigjesh? Në përgjithësi është shumë e vështirë, është patjetër e vështirë, ka filluar një formë ndërgjegjësimet. Në lidhje me këtë kuptimin, kisha arrit me thënë që nëse dikush do me të kuptu, kjo nuk vlen vetëm te pjesa e sportit ose pjesa e malit, por në tërësi. Pra, në qoftë se ti dëshiron që të më kuptosh mua, duhet të veshësh këpucët dhe të bësh atetje që unë bëj. Tash në jetën reale, pak vështirë është të kem njerëz që pranojnë të veshin këpucët dhe të bëjnë atë çka bëjnë. Por që ndryshimet e mëdha nuk vinë brenda ditës, duhet pak më shumë punë dhe duhet jemi të ndërgjegjshëm dhe të sinqert që është një formë shumë e mirë për të shkëputur nga realiteti. Nuk dua të jem negative, absolutisht nuk ja lejoj vetit, por që ndonjëherë, siç e thash, jeta bëhet mbytëse në një formë ose një formë tjetër, dhe unë për gjithë miqtë e mi, s'fund me më tepër, kam shumë miq që vetë më kërkojnë dhe më thojnë do bëhemi për ndonjë mal, do bëhemi për ndonjë aktivitet outdoor, për me përjetu, kënaqësinë, dhe momentin. Unë pëlqej me quaj momentum, pra më thënë atë kënaqësinë e malit e përjeton atje, por dhe e lën atje. Është diçka që ti nuk e merr dot me vete. Është vërtet. Duke qenë se jemi në fund të bisedës, një pyetje, por okay, nuk kërkoj detaje. Je mirë me lirinë që ke apo edhe mund të ndryshonte? E kam fjalën kur lirinë e ndan pastaj, kupton, që gjen një person në jetën tënde dhe pastaj përnjër. Kjo liria na kontrollohet një çik. Patjetër, shumë pyetje e bukur, sigurisht, edhe do përpiqem të jem shumë realiste. Ndoshta duke qenë le të themi pak më lirë në përgjithësi, mund vendosi vetëm për veten. Koncepti i lirisë është i gjerë dhe siç e thash duhen emisione, se ne po cekim tema që realisht duhen emisione, programe të tilla që ne t'i prekim. Është vërtet. Më çdo një këshill shumë e bukur nga një autor këto kohë, dhe më tha, i kërkova, tha, si një gocë e re, si një vajzë e re, mali, qa do më këshilloje, dhe më tha, mos bëj asgjë çka nuk do doje të bëhej. Dhe ky është koncepti i parë i lirisë. Dhe referuar me konceptin e dytë lirisë, ndoshta duke bashkëndar lirinë, unë uroj njëtën teme të vi dikush që ka me e dash po aq shumë të kemi dëshirat përbashkëta dhe ta doja shumë malin, aq shumë këto aktivitetet outdoor në natyrë, po aq sa edhe unë i dua dhe sigurisht jo vetëm i dua, por edhe kontriboj në to, sepse merr kohë, merr energji dhe janë le të themi dhe mundësira të tjera që duhen më përmbush. Fatire, unë të uroj shumë sukses e të përgëzoj për gjithë sa bën, të komplimentoj dhe në emër të gjithë teleshikuesve, se një alpiniste ka ardhur sot në studio në mënyrë më të hiqshme të saj. Të uroj udhëtime pafund, të ndihesh mirë me veten dhe kjo lumturi të zgjas sa më shumë. Ju faleminderit jashtëzakonisht shumë. Më çdo një këshill dhe kisha dashur me bashkënda këto. Në qoftë se do një të fëmijë të vetës tënde, kontribo sa më shumë në komunitetin që ke. Dhe unë modestisht, po ja lejoj vetit, gjithmonë modestisht, njerëz që janë mal, nuk pëlqen me quaj njerëz të malit, por njerëz që merren me malin, janë njerëz modest dhe me modesti po ja lejoj vetit. Uroj që të kem ndikuar sadopak për me dashur më shumë natyrën tërësi, jo veçanërisht malin, në sportin, në lidhje që kemi në përgjithësi me natyrën. Dhe besoj që kjo bisedë ka rritur goxha ndërgjegjësimin e teleshikuesve, me siguri kanë hapur bisedat dhe komunikimet atje ku po na ndjekin. Okej, është rast shumë i mirë dhe frymëzues, prandaj jo pa qëllim e ftuam Fatiolën këtu. Fatiola, në pjesën e dytë të emisionit ne kemi një zonjë drita. Po 80 vjet, nuk thuhet mosha për femrat, po një 80 vjeçare e hiqshme, sepse kështu ka qenë gjithë jetën e saj.
Ne u përpoqëm të sjellim përmes një materiali gjithë jetën të përmbledhur, profesorin e saj si mësuese. Miqtë e saj, familjarët e saj, të cilët edhe i kanë organizuar një ditëlindje shumë të bukur, shumë të këndshme. Është gjithë emocione, intervista e zonjës Drita, është kënaqësi për ne që e sjellim në emisionin Aromë Shkodre si një simbol, jo vetëm i këtij brezi, po e të gjitha grave të hishme, zonjave të vërteta në Shkodër. Le të ndiqim të material dhe rikthehemi në studio. Ditëlindjet janë ditë të veçanta në jetën tonë, sepse mbushen plot emocione. Janë emocione që na i dhurojnë njerëzit tanë më të dashur, kryesisht familja. Kur jemi të vegjël mezi presim që mbi tort vitet të tregojnë një të rritur, dhe kur rritemi, bëhemi melankolik, duam që vrapi viteve të ngadalësohet. Një dëshirë e tillë është edhe për zonjën Drita Shaba Golemi. Njeriu duhet të ndihet me fat që në moshën 80 vjeçare, pavarësisht të sfidave të jetës, e mira ka dominuar gjithmonë. Gëzon një shëndet të mirë dhe për më tepër e ruan hijeshin pavarësisht të flokëve të zbardura. Ato shifrat lexojnë një çikë, 80. Të trëm kjo moshë, si të duket 80? Të betohem që m'duket a 70 vjeqës me ke një 800. Ashtu, a? Po, edhe të rritë ashtë në frikë të që të vjave jetës më tepër. E pranojmë se për këtë brez kemi një vlerësim të veçantë dhe historitë e jetës së tyre janë mjaft domethënëse për brezat. Prandaj ka qenë kurreshtja jon për të njohur me një histori të re, të pathënë deri tani për teleshikuesit e emisionit Aromë Shkodre. Dhe e veçanta e kësaj historie nuk nis që me ardhjen e saj në këtë jetë, por që në mënyrën se si u martuan prindrit e saj. Baba Gjedet Shaba, ka një familje e varfën, jetimesh, sepse kishte dek gjyshe, kishte lanë gjyshen me 7 fëmijë, e 6 vëllezër e motës e martunin në Podgoricë. Baba ishte i veshur gjendar dhe kishte shku me mision Podgoricë. Në një kafe, Agje i Nancë, i kishin kap qetnik e i kishin dvu pistolete në kry. Në kohën e 42-shit plasim, 41-shin. 41-shin se ishte Italia fashiste. Edhe baba, si shkodran, zemrak, e mbrojti Agje në Eglus. Agje i tha, në me donë mesen, kur baba shkaj me pavi nanën teme, e po nanën me ka një femën e papa me nga një familje beglesh në Sarajevën Podgoricë, sepse janë dy, edhe për Sarajevën dhe Podgoricët, si ka pas prind. Të shu, si ishte atë zakoni, o fjallën, o kryt. E ka pas babën tregtar, u mershin me tregti. Edhe baba ka pas luftu gati 10 me marrë mamen. Se që situata e tillë që u njoft Agja i mamës, u njoft me babën tem në një rast që përleshje në atë kohë. Kur ardhi nana këtu që me po 8 jetima, me i shpi Karakatini, aty si e dhejnë në Shkatërënd, rrezikja ja, si ardhi këtu, tu kena atje me 15 shqiptori në shpi atje në Podgoricë, në Sarajevë, familje shumë e pasën. Nuk e dite fort Shqipen, deri vonë, edhe s'kishte që me tregu për historinë, na tregote ne, por ku që puna, që u rregullun marrëdhëniet, më erdhi koha me shku edhe vete njërës të mamës, më thote gjithmone, dritë rrivetë me një sy hape, një sy mëdhe. Me kuptim që ata as nuk u krahasoshin me ne. Bashin për shtypje, vujtjet e tyne me na rrit ne 5 fëmijëve, kishin qef me na shkollu. Edhe martesa në atë kohë s'ka kene letë. Edhe sot nuk ashtë e letë, por në atë kohë baba e mote mamen në shpi, se mame e kam thirë nënën teme.
Prishja marrëdhënieve qeveritare fillimisht mes Shqipërisë dhe ish Jugosllavisë u shoqërua me izolim total të shqiptarëve. Ata nuk do të mund të merrin e të jepnin as me fëmijët e tyre. Një familje u ndan për më shumë se 50 vite pa u parë. Por si e përjetoi këtë nëna nga Sarajeva, teksa kufit po mbylleshin, gjyshërit në Podgoricë po ftonin familjen e re deri atëherë me 2 fëmijë të shkonin e të jetonin pranë tyre. Edhe thonë hajde se a prish, ka marrukja punë, hajdeni atje, keni shtëpi tuaj, keni pasunin tuaj. Pra para se të mbylleshin kufit. Kufit 48. Baba nuk në gjej, na morin qafë me të thënë drejtën, nuk në gjej, na e ti këto të Karakatina se kishin, sepse kishte detyrim për vëllezër si kishte më të vegjël, dhe na jetë me këtë sistemin tonë, të cilin, të thënë drejtën, nëse kena kalu keq, unë për shkak për thënë se kam kalu keq, sepse baba bana kërë gjendje ekonomike shumë e mirë. Nana i ka pa vetëm në 86. Dhe me të thënë drejten, shtojnë mund Shkodër pse e ka që ekstremist, ose ka sepse Agja ka babër 26 vjetë politikisht. Po në senat përsekutum, me të thënë drejten, se njëri duhet me folë drejten. Darje shpirtërore me njerëzit, kjo të ka pranë. Unë kam qenë shumë i vogël, kur ka dik gjyshi dhe vinë shtëpi, kur shifshe nanën të qajt e të shkapet në përdhomë, sepse si epshin leje 37 km me shku në Varrin. Kur vdiqë edhe gjyshja, prapë e njëta gjamë. Të një fëmi, të në pas edhe njësin, të paprin të që ka në, pëse ke histori kur diftoshin, aty fillen të rinë orejtja. Pa mbërritur mirë vitet 90, era e ndryshimeve nisi, u lejuan vizitat e para tek të afërmit, ma ta në kufive. Ata ishin një nivelli shumë të lartë. Unë kam pas deputet në Sarajev, djalin i tezës sovjet, nërsa djali i tezës tjetër ka kënë në bankën i shtetit Sarajevës. Por leti kthehemi personazhit ton kryesor, zonjës Drita Golemi. Drita kreu shkollën 9-vjeçare në Shkodër dhe më pas konkuroi për të ndjekur shkollën pedagogjike ku fitoi fal dhe rezultateve mjaft mira. Ishte dëshira nënës së saj që ajo të bëhej mësuese, një mësuese e re, plot ëndra, merr emrimin e saj të parë në rubrik të Mirditës. Mund doli emrimi në rrethin e Mirditës, në rubrik në qendër. Kam qenë me tanata shkodrane, me Berta Pistollin. Pa ti ishe një 18 vjeçare që shkon në rubrik. Në rubrik? 18 vjeç, ai sa mbarove shkollën. 18 vjeçë. Unë u regjistrua me marrë dhe institutit, po u fejuva, nuk më letë më nëj fejumi me vazhdu më nëj. Se mori për rubiku, 2 vjetë bana në rubik, po e kam kalu shumë mirë. Atje fëmit ishin të eton për dije, ishin edhe të meqen, por kishin fukara dhe këtë ma. Dhe sa kishte njësur punën, krijoi me i herë një reputacion mjaft të mirë. Kena vujtë shumë, sistem grojet s'kishim, mjetët mësimore nuk ishim, i bëshim në vetë mjetët mësimore. Kishim një anë të privilegjume respektin. Respektin që na jepshin kalamajt ne, bile ka raste që deri vonë për 7 mars, më kanë kujtu edhe nxënësi që i kam pas jashtë. Në kolektivin e saj ishte dhe Vjolca Hoxha, kushërira e Azizit, që më pas do të bëhej bashkëudhëtari në jetën e Dritës. Vjen Azizi atje në Robik, më futën në klasë teme, unë atë kohë kam dhënë mësim se ishin mangut për mësuse, kam dhënë histori, gjeografi në klasë 5-6. Edhe hynë aty, ata mendojnë se jam në fillore, unë ishe në 8 vjeçare. Edhe më thotë kja që ka ardhë me blej një staf për kustum. Nuk bën aza, Vjollë, shka ti se ta moj klasën unë, i thash. Kaq. Mamaj, aj o me marrë o s'ka, mama nuk mi e për lërkë u zbërqa dhekot, se ishte e bërgjie vetë.
ti për mu si dush, në qofë se dan mere, unë s'kishe dashni me te. Por, familja 1, shkolla 2, ka kënë i pashën 3, ka kënë shumë simpatik. Me sy blu pak. Kujtimi është vëlla i vogël i Dritës me një diferencë prej 16 vitesh. Dhe siç ndodh në një familje shqiptare, motra e madhe kthehet në një gjysmënën për kujdesin që tregon ndaj më të vegjëlve, duke ndihmuar nënën në punët e saj. Dhe gjatë bisedës e ngacmojmë për mënyrën se si u prit dhëndri i ri nga prindrit e Dritës. Fal kjo edhe natyrës së tij plot humor. Nuk ka ndash, sepse dhëndri, ramet pas, ishte me familje me prejardhe komuniste, kurse ne ishim i fije se baba ka kënë gjendari zogut edhe kishim për pamje tjera në shpi. Po dhëndri, po si pavi motër në temi, kishim me të sytë një futbolist shumë i mirë me Besinë e Lezhë, shef kontohet financave në Lezhë. Dhe martesa e Dritës me Azizin nuk do të vënonte. Bile majnë mëna ditë të ikja të hypë në vetur, pa ta gjujtë veturën me vë, edhe të uqajtë. E s'mujshë qashe në për shpija në e këte, kur, si për vëdhim, morën në Lezhë. Aty në Lezhë, një shpi, si ka ka si gjithmonë, një dhomë ishte konati, dhome tjetër konati, një dhomë kishin ta, një kushin kishin përbash, edhe unë një aty pleshën dhomë ta, për të najtë i vjetë e gjysë në Lezhë, shkollën, për të fillore. Pas 2 viteve si mësuese në Rubik, Azizi mundsoi transferimin e saj në Lezhë, aty ku ai ishte i punësuar, edhe pse ishte lindur e rritur në Shkodër. Ai ka punu në komitet, edhe kryetari i komitetit e do të fshon, në pa të prezentu Azizi me te, ja ke drejt, shka, për çdo javë shka atje, i thote, ke ku me shku, i thote, në sytem. Duke qenë se nuk rrinte dot pa motrën dhe largimi i saj ju duk se janë dau zemër më dysh, çifti i ri e marrin pranë familjes së tyre. Kujtimi u regjistrua në shkollën fillore në Lezhë. Ai u rrit në një ngrohtësi familjare ku e donin të gjithë. Kishin me fëmijë ata, po këta kishin mesat e mia, ose motra e me kishte një vjehër fantastike, e kos, pite cigare, moderne. Vajza kujtë? Vajza e Kasem Bek Bushatit, Mala Bek Bushatit, borgjeze. Me të gjitha, edhe mënyrën e jetesë, edhe mënyrën e diskutimit, e tonë, lushim e te, lojmë asë nëze. Pa ja bate me hile, unë i thoshe, plakë, se ti si bën me hile, s'kishte. Si përfundim, erdhi nana e baba, s'mund të rina pa djallë, me marrë djallin tu, pa djallin, bilet e këndosh me mba dhe diqa tjetër, se këndosh me majtë lesh me mba djallë tynin. Kurse për Azizin, bashortin e motrës, kujtimi shprehet me shaka. Pavarësisht se ishte komunist, po ishte artist, ta komunistat modern. Azizi ashtu si Drita vinte nga një familje me autoritet të madh në Shkodër, e ky autoritet vijoi edhe në Lezhë. Ai ishte nipi i Malo Bek Bushatit, ish kryetar i bashkisë. Nëna e tij, një grua e hishme dhe mendje hapur, e ka mirëpritur që në fillim Dritën dhe krijuan marrëdhënie tepër të mira. Pas transferimit nga Rubiku, Drita do të punonte përkohësisht në Ishull Vajin dhe më pas do emrohej në Lezhë. Në Lezhë i bishin këta deklasum, me foralitetin të ashtë. Gjeshthëllosi ka kënë doktorat më të mirë të Tiranës, ginekolog e prune në Lezhë. Në Gjatkali, me gjithë ishte dhe Kushilnia. Skënderbeci, jo më i kanë kënë shumë, gjyshta kanë kënë tonë Shkodran. Drita e kujton jetën në Lezhë mjaft të mirë, krijoi rrethin e saj shoqëror, ishte e kënaqur me punën dhe fëmijët, dhe fal edhe pozitës së shoqit në pozicione drejtuese në komitet, gëzonte privilegje. Ajo thekson faktin se vërtet Azizi ka qenë komunist, por ka ndihmuar mjaft njerëz. Edhe pse jeta për Dritën dhe Azizin ishte mjaft e mirë në Lezhë, zëri vendindjes të thërret gjithmonë. Zgjodhën të afroheshin me familjarët e tyre. Nga ana tjetër, pas viteve 90, shoqëria mësuese në Lezhë filloi të shpërndajë.
të gjithë zgjodhën të ktheheshin në vendlindje, kështu që rreth i miqve u ngushtua së tepërmi. Shoqja e hershme në vitet e shkollës mesme 58-59 jemi regjistruar në shkollën Shenazi Juka dhe unë kam qenë një ndër djemë që kam marrë grupin nga lagja partizani rusi deri te shkolla, jena bashku në rrugtimin tonë drejt shkollës rreth 15 vjet. Kam fillu unë te ura keqe të kolegjit turk edhe kam ardhur e i kam marrë tana vajzat. I kam grëmullu dhe kanë ardhur gjithë. Drita ka kanë në klasën C, unë kam qenë te A-ja. E kemi vazhdu shoqërinë, miqësinë, dashamirësinë gjatë gjithë periudhës, edhe kur u martu që shkojmë në Lesh me të njerin Aziz Golemi, në djalë Zotnin, drita ishte shumë e mirë. Tash i ka flokë të shkurta, i ka pas flokë të gjata, si puna jote. Një bjonde, e hishme, një nxënëse e mirë, një shoqe e mrekullueshme, si sa një zani gojës. Dhe ai respekt që ashturi qysh fëmini, edhe sot e kësaj dite, gëzon që është në pension, gëzon respekt dhe dashuri. Në gjithë familjen e vetë, rrethin e saj, dhe në gjithë shokët e shoqet, maturantët e 63-shit, se dhe kjo është pjesëtare e asaj lejade të mrekullueshme, vazhdash e djemsh, të cilë festojnë 80 vjetorin. Dikush e ka festuar përpara, dikush po feston sot, dhe dikush do ta festojnë më vonë, mas janë 2-3 muaj. Dhe një nga këta jam edhe unë që futem në grupin e të gjithë këtyre nxënësve të mrekullueshëm. Ne të kohë kena pasë shoqëni shumë të mirë, shumë të bukur. Shoqëni që se kena prish një nga tjetër, so gërmulloshim bashkë marroshim shkollën, sa të një shoqe, sa të i shoqe tjetër, e kena kaluar shkëlqyshëm Lesh. Aq mirë sa s'ka. Shpesh herë shkoja te drita, e takoja, bisedonim për nxënësit në veçanti, cilësitë që kanë, me qëllim që edhe unë të njihja sadopak, të njihja në brendësi, edhe nga familja fëmijëve, sepse drita i kishte marrë që ishte vegjël. Ishte korrekte, e përgatitur, cilësisht, dhe atë fjalë që thoshte, si i themi ne i njite me zamk, për se cilin nxënës. Dhe ashtu vërtet dole nxënësit e saj, që i shoqënova unë për disa vite. Drita e kam pasi shoqe shumë të mirë, shumë korrekte, shumë e dashëm, e përpik, dash për shkollën, dash për fëmijët e vet. E kena kaluar shumë. Nuk vinë ma. Nuk vinë ma. Po pse? Sepse ishin përkushtuar. Shkolla atë kohë, me gjithë, dhe më thonë, atë sistem mund të ashojnë që dhe, po arsimi ka kënë shumë, dhe më thonë, sot arsimin as 50% ati niveli si ka kënë ma përpara. Kanë kënë përkushtum, kanë pasane psikologjike, kanë dashmit, i kanë trajtu si fëmijët e tyne, sepse unë e kam kalu vetë, e kam rritë. Në shkollë, dhe më thonë, nga pase, qëfar, në kanë trajtu si fëmijët e tyne mësusat. Ne ishim predispozum që t'ju japim nxënësave dije në atë kohë, por u mundoheshim shumë për me ushqy dije nërta, edhe në odinin e. Kurse sot dojnë lekt. Edhe sot lehtë kuptohet se Drita Golemi është një grua e hishme. Ajo ka ruajtur tipare dhe i reflekton ato edhe në 80-at e saj. Drita është ka herë, domethënë gjatë gjithë kohës, një vajzë serioze, një vajzë e dashtëm, një vajzë që ka të rek vëmendjen, edhe të tjerëve, edhe në mësim, edhe në pashi, edhe rrugës kur kalojshim, sepse kam pas një rol të vështirë me të thënë drejtën, se rrothu me 14 vajza si para, por ishe këtë mrapa, sepse që mota kishe motën teme, edhe varzat që i mlashëm me halë, shkoshim, edhe më kanë dashtë, më kanë respektu. Nga familja ka marrë trashëgim, se kam pas edhe mamën të majtu. Nga familja kam vazhdu edhe vetë. E kam majtë vetin edhe vajzët e mia kanë ecë në të shembullin tëm. Se thojnë se paraqitja femës tregon edhe familjen, në shtëpinë, fëmijët, burrin.
Për fat, një çift bashkëshortësh jo vetëm gjetën harmoninë e lumturinë me njëri tjetrin, por edhe pashinë, siç thuhet në Shkodër. Pra ju jeni mbajtur si një çift i pashëm në Shkodër, e? Kishe lezet kur dilje me Azirin. E përmendim edhe sot. Si kur ishim, shkushet e baba, dilqin tonë në shishin. Dhe janë një surprizë e bukur, teksa dy miket mira takohen rastësisht së bashku. Dhe ne shohim plot admirim fizikrinë e tyre edhe pas kaq vitesh. Shoqe fëminijet. Fëminijet. Ta njëtën shoqe bashkë i le rrit në rosë, edhe prindi kena pas ku shrebile, po të bëri qaj. Tani, cili është sekreti që deri në këtë moshë keni mbetur kaq të fishme tamam zonja Shkodre? Cili është sekreti? Jena majtë mirë, në kanë majtë mirë, pra ne jemi në këtë si tash që jemi. Jena rrit tonë Shkodra ka pas sakrifica, kanë pas njerëzit, se ka kënë jetë atil, në kena pas fatin që kena pas familjet ngritona, kanë arë përja shtetit, në kanë arë paku e gjana, e jena veshe, jena majtë, edhe në ka eca, edhe prind tonë, nana tonë kanë kënë model në lagje. Dhe pyetje se a duhet ta mbaj vete një grua pavarësisht të moshës, përgjigjen. Po, duhet me majtë. Njeriu është kulturë, a disi ja punë, njeriu gjithë Aja është edhe edukat, është edhe kulturë, është edhe si tjetë familje. Po. Njeriu pritet si mas vesh, kudo që të shkash, më nej përcjellësh si mas kokës. Po që se nuk ke mend atëherë më në përcjellësh. Kështu që pyesin për moshën, i zbrisin ndonjë vit? Jo, unë i kam drejtën, 79 jam, edhe drita paska Unë jam 80. Bile Drita mendon se mbas të 30-tave një grua duhet të nisë kujdesin e shtuar për paraqitjen e saj. Sidomos mosha për mi 30 vjeçë duhet me kenë, se deri në 30 ban vetë trupi me kenë aktive. Nërsa si për 30 duhet me mu aktivizu, me majt vedin, se jeta ka shkurt. Me lexu. Pa, jeta është e shkurt. Me majt vedin, po jo me bë egzagjerime, botoksën marrina, jo ata. Me lanë vedin lirshëm. Drita sot është rrethuar nga fëmijët e saj, Mirela, Ledi dhe Niko. Tashmë, ajo është bërë dhe gjyshe. Nuk e ka pasur as pak të lehtë të përballet me humbjen e të shoqit Azirit. Burrin e ka pas smur, dhe me jetu me burë smur shumë vite të përkujtes, vetëm motra eme e manë, si ka i mërit veçanë. Ta shkote funit, Niko dhe bashorti, edhe si kur meta i qik me i kratë të thëmë. Nërsa shëqyri kam fëmijët me jetë, edhe fëmijët janë rahatu mirë, janë rregullu, jetën e kanë përpara. Familja është gjithë pasuria e Dritës. Për kushtimin që ka pasur ndaj fëmijëve, i është kthyer shumë fish tashmë që dhe vetë ata janë bërë prindër. E kam mallë shumë, ta thash edhe një herë. Ata janë fëmijë apo janë rritur tani, kanë dalë në jetë. Po i bëhen, Të pyesin më. kësaj po i bëhet vajza e djali për me kriju familjet e tyne. Kësaj po se djalin i madh e ka në universitet, dyti i shkancimjet. Djali vetëm që... Ja është zgjeruar, i numëron ndonjëherë sa nipa mbesa ke? Sa të Një bëhen? meska. A një mbesë? Një mes e 6 nipa. E 6 nipa. 3 djenë ka bo djali. Edhe i kam yje, dritë. Po profili i saj si nën, si duhet ta njohim Dritën në këtë pikë? Ashtë në femnat ose në nanat, sepse unë kam jetu të shtëpia tyne. Në nanat e rralla si bën kush, si ka bakja për fëmijët e për familje. Shumë e rregull, qysh në atë kohë. E rregullt e përkushtume, shtëpi, punë, bile. Për fëmijët e mi ta gëzojnë jetën, se jeta ka shkurt. Të bëjnë të pamunërën me kriju me atë familjen e vetë, ta ruajnë atë kujdeset për ta që t'i qesin jetë. Se sot jeta bërë shumë e vështirë, mi shkollu, mi feju, mi martu, me kriju edhe ato familjen e vetë. Se kanë kriju këta? Sa mirë ti nëna, se gjitha nënat sot, sidomos nënat e reja, kujdesen të gjejnë një punë të mirë. Tani kur do mbledhemi prapë neve?
Te cila ditëlindje jotja do mblidhemi prap? Unë mbledh prap. Vitin tjetër. A do dojë të gjitha ditëlindje një nga një të festojë tani? Inshallah të lumë guja. Lumë guja, unë thosh edhe parë, tash deri tash kam ecë pa frikë. Tash e mëra pa eci me pak frikë. Unë uroj që të festojmë sa më shumë ditëlindje të tilla. Dhe vetëm të mos kenë fund, nuk di domethënë, t'i vë numër. Do doja të ishin pafundësi ditëlindjet e tilla për mamin. I uroj mamit të jetoj edhe 100 e lumtur. Ashtu si që ka kalu deri më sot. Edhe 100 si kja dit, edhe kismet sa t'i vjet me torë një pas të. Që da vës të i torë në faleminderit. Knashe. Hyje i ka. Niku, pas ke marrë nga babaj? Nga bërë. Profesionin e ka marrë babit, për ka biznes. Po edhe mu po si jati. Ashtu, e? Djemt janë pika e dobët e nënës. Është vërtet. Absolut. A, keni qenë gjeloze për Nikun ju të dyja? Asnjëherë. Sidomos të mami. Asnjëherë se ka qenë pika dobët edhe e jona. Jo, Kanë bërë dhe motrat. Përveç se mamit ka qenë pika dobët edhe e jona. Niku edhe vazhdon e tjetë. Okej, ti je llasuar në këtë atmosferën të klimit, si ta kuptojmë? Jam do më thanë, jam emocionume në para punë që ka marrë se ja bona surprizë, se nuk e kisha ndërmend për marrë për Dalinën. E kam bërë më thanë ti jeton në Itali. Për 2 ditë që ka marrë vetëm për Dalinën e saj, edhe ja bona këtë surprizë. Jam i kënaqur që surpriza bani efektin e vet. Pra në momentin që ti ke ardhur nëna nuk e dinte që ti do vije. Në fillim ja. Tani si ishte ai reagimi? Po kur e pe? Me thonë vërtetën, do ishin me bë kallabllek, unë thash më leni këtë do gjetor, ta bëj me ju, e du mu knaq me ju. Pa. Kur pe Niku në derë? Lujta mensh. Niku është dobësia nënës dhe e motrave. Ai jeton në Itali, ku ka ndërtuar familjen dhe një aktivitet privat, restorant atje. Shpesh ka tentuar ta bindë nënën që të shkojë dhe të jetojë me të, por me sa duket Drita ndihet më mirë në vendlindjen e saj. Në finale nuk harrojmë kur ata detyrat tona që kena si fëmijë për më ardhmë të tana dhe ata që ka nevojë mavit më tana janë prezent. Edhe mendoj që me marr sa më shpesh, po ka atë standardet e jetis që në Shkodër dalin për çdo ditë me shoqet e mësuesve, kështu që mundohem për me bim pak një 2-3 herë më marr. Kam shoqet i shkollës, shoqet i punës, shoqet e fëminis, kojshi që i kam pas. E ndërsa të gjithë bëhen gati të fikin qërin të mbi tort, le të bashkojmë urimet e njerëzve të dashur në këtë moment. U bafti qenë me mend e bukur i shtocjash, sepse hala ka atë bukurin e dikurshme, ta gëzojnë jetën, sepse jeta e vetë është pa dek burri, po duhet me gëzu, sepse me të drejtën ka kënë shumë, nuk ka kënë me dalë, me shetit, me ba, sot bile ja ka që zoti një dhanër, shumë të mirë, sepse djallin e ka në Itali, për kujdeset për te, barlaqja, se unë kam respekt veçant, dhe vajza si është vajza i ka dalë, dhe me thonë si e ka këtu ledin, e përkushtume për kujdeset, për veshjen, për regullin, për ta namaz dhe qëtu, me i ba qefin e shetit, ku ka qef kja vajza e dytë e qenë. Edhe një merit shumë të malë e ka. Drita, shala gëzën shnet, ka me jetë fëmijët që ka, dhe respekti mi bazën asaj pune, ati kontributi që ka dhënë në Shkodër dhe në Lezhë, edhe familja saj në rëmbë tjetër. I uroj shnet, shumë dashamirësi, gjatësi dhe pjesëmarrëse sa më shumë në aktivitetet shumë mreslense të maturës së 63. Urimin më të mirë për te, të ketë jetë të gjatë, të shëndetshme, të gëzoj ditët e saj në vazhdimsi. Dritë dhe lidhin u bafte 100 vjeqe, jetë lumëton, me fëmijë dhe ka loftë mirë, me jetë e me shnetë. Non sguardi fini, vetë që nuk mund të kena fëte për të dhe fitorit të, ama dhe se pra ime është të uroj dhe liqen dhe të nuk fortë. Shkemi në onë, të uroj për shumë urime ditëlindjen, shpresoj t'ja kaloftë sa më bukur sot, të puthi shumë nga larg, edhe faleminderit për çdo gjë që ke bërë për mua.
Për ty, shumë urime për mamin, shumë urime për ty. Të kam e diçka pishman që se ke bërë? Ndonjë gjë që se ke realizuar? Ke diçka me art madh? Kam shetit tash e mrapa mos i erdhi demokracia, kam shetit shumë. Kam e të Parisi bashku. Pra ndëron që të shkosh në Paris. Kështu që këtë intervistë, edhe fëmijët e tu, edhe pse e keni diskutuar, janë duke ndjekur, kështu të shohim së shpejti në Paris. Shumë besoj. Ky pra ishte materiali që ne kishim përgatitur, edhe njëherë zonjës Drita i urojmë të bëhet mbi 100 vjeçe, një grua kështu e hishme, e bukur, e këndshme, rrethuar nga të gjitha afërmit e saj. Kështu kemi përfunduar edhe emisionin Aromë Shkodre, por njëherë është edhe gjithë sezonin e këtij cikli, i cili startoi në janar, ndërkohë që si transmetim emisioni Aromë Shkodre ka rreth 16 vite në transmetim, Fatjola. Ne vazhdojmë këtë maraton nga viti në vit me kënaqësinë e mirë që aroma e Shkodrës në të gjitha profesionet, në të gjitha drejtimet të vi këndshëm përmes përfaqësuesve në studion e këtij emisioni. Ne do të rishihemi së bashku në vazhdin e emisionit Pusha Shqiptarçe, i cili do të zgjas udhëtime, do shkojmë edhe më larg me transmetimet tona, pse jo, dhe si Fatjola do të ngjitemi në ndonjë male, do ta përcjellim këtë në transmetimet e emisionit Pusha Shqiptarçe. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët dhe të gjithë ata që kanë qenë të ftuar në këtë studio. Shpresoj të kemi emisione po kaq të bukura edhe më të mira në sezonin e ardhshëm, i cili kuptohet do të fillojë nga shtatori. Po deri atëherë do të qëndrojmë në udhëtimet dhe guidat tona të pafundme. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në ekranin e TV1 Channel në orën 15:30, ndërkohë ju lënë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Natën e mirë.